Rregulli islam është që besimtari me jetu mes frikës dhe shpresës. Kur zguxojmë na, do të me prish këtë balans. Kur zguxojmë me ju dhon shpresës, hajse mirë jemi na. As nuk guxojmë që me i dhonën hovë më të madh frikës e merron depresion. Jo, besimtari jeton mes kësaj dhe asaj. Sahabët radiallahu anhum kam pas frikë për vetveten se vallë mujsan edhe ata munafik. Njëri nga tabiinët transmeton dhe thot kam taku 30 sahab. I kam taku thot 30 sahab shok të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një nga një. Secili prej tyre kishte frikë vallë mos është infektuar me smundjen e munafiqllëkut. Omeri radiallahu anhu shkon te Hudhaifa radiallahu anhu. Hudhaifa radiallahu anhu e dini, ka qenë personi të cilët Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka treguar munafikt me emra me mbiemra. Hudhaifa i ka ditë. I ka thonë ky munafik janë këta. Ka shku një ditë Omeri radiallahu anhu te Hudhaifa. I ka thonë Hudhaifa. Apo më tregon a jam unë në listën e munafikëve. Shifeni, Omeri radiallahu anhu i përgëzuar me xhenet nga gjuha e sinqertë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, megjithatë ai e ka një frikë dhe një droj, vallë mos është edhe ai në atë listë. I thotë Hudhaifa ja, kaq. Omeri radiallahu anhu ka atë frikë. Në ndonjëherë habitemi me muslimanët, habitemi edhe me vetveten tonë që dhe themi që are me bë dua, nëse na pyesim njëri tjetrin, kur së fundi kemi bë dua, Zot na ruaj nga munafiqllëku. Mua moti s'm kishte shku mendja. Sinqerisht e tha. Allah na ruaj nga munafiqllëku. A do të bëjmë dua, do të bëjmë lutje në këto ditë hosh edhe për këtë sëmundje që mund të godas çdo kënd. Sahabët janë friksuar e çmetet për të tjerët pastaj. Shive kur Omeri radiallahu anhu, ky buri i madh, që për te ka dëshmuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që nuk është munafik. E që është njëri nga banorët e xhenetit. Megjithatë punë të mëdha që i ka pas në jetën e tij. 30 sahab tjerë për të cilët është dëshmuar se janë xhenetli. E kanë atë frikë. Vallai për neve zbot. Na do të më pas shumë më shumë frikë dhe droj. Ku atëherë munafiqllëku ka qenë i lokalizuar. S'ka qenë kështu në nivel global dhe i globalizuar e që të shfaqet në gjitha segmentet dhe gjitha hapat e jetës tonë. Andaj të kemi frikën e Allahut dhe Ramazanin të shfrytëzojmë edhe për kësi lloje të lutjes që Allahu të na ruan nga munafiqllëku. Është një lutje që e neglizhojnë muslimanët. Është një sëmundje që muslimanët e neglizhojnë. Sidomos ata që janë praktikantë. Mendojnë se praktikojnë fenë, se mo ajo është një sëmundje që si ta ngon më imanit. Vallahi ajo është një sëmundje që edhe imanit mund të infekton. Sidomos tani në rrjetet sociale. Që falë e shpërndaj video online duke u falë, që agjëra e shpërndaj video online duke agjëru, e bëje këtë me video online. Tu thjesht o vëllezër, të me lonë me diçka për Allah, du të me lonë diçka për natë dunjo, du të me pyetje edhe veten nëse na sot vdesim, tani ta bëjmë një pyetje shumë të shpejt, dalim para Zotit, a e kemi një vepër që veç Allahu e din. Askush nga njerëzit nuk na e din atë vepër. E cila është tërësisht e sinqertë dhe e dedikuar sekrete 100%. A kemi një vepër sekrete 100%? Secili prej nesh, shpejt sekonda i përgjigjet vetes, a e kam unë një vepër sekrete që veç Allahu i madh ma din, askush tjetër. As bashortja ime se din, askush se din. Veç Allahu i madh ma din atë vepër. Nëse s'dim edhe unë përgjigje, ta bëjmë një qasi vepre. Allahu na ruajt nga munafiqllëku, na i pastrov zemrat, mendjet e niyetet, e Zotin e Madh Alus që dhuhet t'ju shpërblen për këto punë të mëdha e të mira që i bënë, veçanti për këto emision. Zoti shpërblen, Zoti nderoftosh. Allah shpërblen.